Kanë kundërshtuar miratimin e këtij vendimi në Kombet e Bashkuara, në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, për arsye se arsyeja e tyre është e drejtë. Kjo forcë që quhet forcë stabilizimi ose kjo forcë ushtarake do të bëjë edhe çarmatosjen e Hamasit. Automatikisht i bie që kjo forcë të zëvendësojë aktualisht në Gaza ushtrinë pushtuese izraelite. Ushtria pushtuese izraelite hyri në Gaza me qëllimin për të çarmatosur dhe azgjësuar Hamasin. Tashmë këtë nuk e bën më ushtria pushtuese izraelite, por do të bëjë një forcë e armatosur me mandat të OKB-s. Dakor. Për këtë arsye nuk e çon dhe duke qenë se të gjitha grupet e kanë kundërshtuar këtë, të gjitha grupet Hamasi, të gjitha grupet e kanë kundërshtuar këtë dhe është interesant që e kanë kundërshtuar edhe autoriteti palestinez ka kundërshtuar. Ka kundërshtuar edhe Po edhe autoriteti palestinez ka kundërshtuar miratimin e kësaj për arsye thotë që vendosja autoriteti palestinez ka kundërshtuar në aspektin që vendosja e një force të armatosur e huaj brenda territorit palestinez nuk bën asgjë tjetër nga ata vetëm se bën rikolonizim. Ikën një kolonizator, vjen një kolonizator tjetër. E qartë. Nuk duhet kishte një forcë, kjo forcë ata kanë kërkuar që kjo forcë që tjetër duhet të jetë forcë palestineze, të komandohet nga autoriteti palestinez dhe jo të jetë forcë e jashtme. Ata kanë kundërshtuar në këtë aspekt. Por kundërshtimi ka ardhur nga të gjitha grupacionet brenda Palestinës. Edhe autoriteti palestinez ka kërkuar që forcat të mos jetë forcë e huaj, forca e huaj të jetë forcë stabilizuese, jo forcë detyruese, të jetë forcë për mbajtjen e ruajtjen e paqes në aspektin që të qëndrojë dhe të mbajë paqen ndërmjet Hamasit dhe grupeve të tjera dhe ushtrisë izraelite, që të mos ketë këtë shkelje, por jo që të bëjë detyrat e ushtrisë izraelite në Gaza, sepse kjo do të sjellë automatikisht një përplasje. Prandaj them që është e pa. Çfarë do të thotë kundërshtimi i tyre dritan, ndërkohë që kundërshtimi i tyre nuk do të thotë bota, le të themi, ka votuar nuk do të ndryshojë në gjë të madhe në aspektin e Hamasit, në aspektin e Gazës dhe të Palestinës. Thjesht kundërshtimi kjo bëhet me qëllimin për të ardhur në ndihmë izraelitëve, është një mashtrim total që Shtetet e Amerikës kanë bërë për të ndihmuar shtetin nazist të Izraelit. Deri më sot Hamasi nuk është organizatë e shpallur terroriste nga Kombet e Bashkuara. Në momentin që Hamasi do kundërshtojë çarmatosjen nga kjo forcë me mandat të OKB-s dhe do ta kundërshtojë, kundërshtimi mund të vijë edhe me armë, po edhe politikisht, edhe fizikisht, në të gjitha mënyrat. Atëherë ti duke kundërshtuar një forcë të OKB-s, automatikisht ti kthehesh në organizatë terroriste e shpallur nga OKB. OKB-ja nesër është detyruar ta shpallë Hamasin organizatë terroriste, dhe të mos e njohim si organizatë shqyrtare. E qartë. Kjo është loja që po bëjnë dhe që po bëjnë amerikanët në shërbim të izraelitëve për interesat e tyre. Ndërkohë, ku çon kjo dritan tani më që kemi një vendim të tillë? Kjo nuk do ndryshojë ndonjë gjë në Gaza, është çështje politike për të thënë, për ta përdorur Shtetet e Amerikës dhe Trumpi që shikon ne pa rrymgje të mëdha dhe palestinezët, edhe për palestinezët dhe Hamasi nuk e pranon këtë. Realiteti është që nuk ka ndryshuar ndonjë gjë në terren, për arsye se kemi edhe disa vende të tjera të cilat deri më sot kishin pranuar të çonin forca, por me kushtin që kjo forcë të mos jetë forcë për të përdorur për çarmatosjen e Hamasit. Edhe më tashmë kemi pashur Malajzia, Algjeria, Katari, edhe Arabia Saudite kanë deklaruar që nuk dërgojnë forca me qëllim për të çarmatosur, nuk duan përplasje. Në rast se nuk do të tentojnë të çarmatosin Hamasin, nuk do të kemi asgjë, do të kemi një forcë që do vendosë atje, do qëndrojnë nëpër garnizonet e tyre ku i kanë vendosur pikat e tyre, ku do vendosen, do bëjnë ca shëtitje lart e poshtë. Në rast se e mbani mend, do të jetë një forcë njësoj si në 1997 në Shqipëri ishte misioni Alba, nëse e mbani mend atë kohë. Edhe ai mision çfarë bënte, ishte ardhur për të bërë paqen në Republikën e Shqipërisë, por ndërkohë ata vetëm shëtisin lart e poshtë, ndërkohë që grupet armatosura të cilat kishin postobllogjet e tyre dhe këto kalonin rehat në postobllogjet pa ndonjë, por nuk çarmatosin askënd. Mund të ndodhë e njëjta gjë që kemi në Gazë. Në momentin që do tentohet çarmatosja, atëherë do kemi përplasje me armë. Në rast se kemi përplasje me armë, atëherë sërish do të kemi kthimin e gjendjes siç ishte para nënshkrimit të kësaj marrëveshje. Ndërkohë që Hamasi ka kundërshtuar këtë, shumë të paktën gazeta dhe portale të rëndësishme izraelite kanë le të themi kritikuar Netanyahun dhe këtë aprovim, këtë rezolut, për shkak se kjo i hap rrugën një shteti palestinez. Si e vlerëson këtë? Kjo nuk i hap rrugën një shteti palestinez, ajo çfarë është përdorur një tokë fjalësh që në të ardhmen mund të shikohet mundësia që palestinezët të vetë vendosin
për krimin e një shteti të tyre. Po. Pra kjo është një tokë fjalësh që përdoret kryesisht nga politika ndërkombëtare për të hequr qafe palën e cila është interesuar direkt për vetëvendosje. Nuk do të thotë që ti do të formosh shtetin palestinez, pra është e njëjta që është pengmarrje e sovranitetit të një populli dhe është pengmarrje të drejtës ndërkombëtare të një populli për vetëvendosje. Nuk ka asnjë gjë në këtë. Dhe normalisht ne kanë akuzuar, pra kjo tregon që shoqëria izraelite, pra gjitha gazetat kanë akuzuar Netanyahun pasi Netanyahu u mundua që ta hiqte këtë tokë fjalësh, edhe këtë tokë fjalësh nga kjo rezolutë e miratuar në Këshillin e Sigurimit, pra ky vendim i Këshillit të Sigurimit. Biles doli edhe në televizionin palestinez, në televizionin izraelit dhe mburrej që jemi duke punuar për të hequr, pra për ta hequr këtë tokë fjalësh nga kjo, nuk arriti ta hiqte këtë tokë fjalësh dhe për këtë arsye, por kjo tregon degenerimin moral dhe intelektual të shoqërisë izraelite, pra që nuk pranojnë asnjë tokë fjalësh të tillë, lëre më të pranojnë bërjen e një shteti palestinez. Pra kjo do të thotë që e gjitha çfarë është bërë deri më sot, edhe me këtë rezolutë që është miratuar në Këshillin e Sigurimit, është e gjitha një mashtrim në shërbim të Izraelit, pasi nuk do të kemi asnjëherë shtet palestinez. Pra nuk izraelitët nuk e pranojnë që në një shteti palestinez. Pra Ben-Gvir ka me dy shtete nuk do të kemi asnjëherë. Prandaj kjo është problemi. Them që është e gjitha një mashtrim dhe kjo tregon degenerimin moral, intelektual, ushtarak në të gjitha nivelet të shoqërisë izraelite, e cila ka përfunduar në një shoqëri totalisht të indoktrinuar me nazizëm. Dritan, ndërkohë Ben-Gvir, për sa i përket shtetit palestinez, ka deklaruar që nëse shkohet drejt kësaj, ne do të sulmojmë Mahmud Abbasin dhe cilin do që do ta pretendojë njëri. Pra nuk është diçka e re që ata e kanë. Jo, absolutisht, por nisur nga fakti që kemi tashmë një rezolutë që e ka vullosur e gjithë bota, e ka miratuar e gjithë bota, kemi sërish të reagim, çka parajmëron, domethënë që në rast të shkruajës drejt një rrugë të tillë, do të shkohet edhe për Izraelin drejt një, le të themi, atakimi të njerëzve kryesor të qeverisë palestineze, të paktën të asaj që lidhet me OÇP-n. Ajo që ju sapo shpjeguat ose elaboruat të nuk sjell asnjë ndryshim në aspektin e sjelljes së qeverisë dhe të shoqërisë izraelite ndaj çështjes palestineze, ndaj shtetësisë palestineze. Pra Izraeli ka qenë dhe vazhdon të jetë prej fillimit, prej 1948-s për 7 dekada, vazhdon edhe sot të jetë kundër krijimit të një shteti palestinez. Dhe për këtë ka pasur përkrahjen totalisht të gjithë botës, pra nuk ka pasur ndonjë ndryshim të madh. Dakor. Dhe vetëm kaq. E di pse si Dritan. Izraeli është kundër një shteti palestinez, Hamasi është kundër çarmatosjes, është një deadlock. Absolutisht jo, nuk është një deadlock, pra Hamasi është e drejta e çdo shteti në bazë të Kombeve të Bashkuara, çdo vendi, çdo populli të luftojë për sovranitetin e tij dhe për dinjitetin e tij. Pra nuk po kërkohet, ndërkohë që të gjitha fraksionet palestineze e pranojnë zgjidhjen me dy shtete, tashmë kemi Izraelin i cili nuk e pranon zgjidhjen me dy shtete. Dhe bota, që juve po përmendi, kjo bota në thojza e civilizuar, pra ka mbetur një botë kolonialiste siç ka qenë. Ishte ajo OKB që shpalli Netanyahun, OKB-ja e akuzoi për krimen lufte. OKB-ja ka mbetur një organizatë kolonialiste, siç është formuar, për atë qëllim është formuar, pra për të mbajtur kolonializmin, dhe në atë mënyrë funksionon edhe sot e kësaj dite, është duke lozur një lojë perverse dhe perfide ndaj popujve të cilët kërkojnë vetëvendosje. Pra nuk është rasti vetëm Palestina, kemi edhe po raste të tjera, siç kemi edhe rastin e Kosovës me rezolutën 1244, cilët nuk pranojnë as ta rishikojnë as ta bëjnë, pra është e njëjta gjë. Kur popujve hiqet e drejta e vetëvendosjes në aspekte atyre që janë më të forta për shkak të lidhjeve të ndryshme politike që ata kanë. Ndërkohë, Dritan, kemi regjia, ajo foto që ishte më përpara, ato e ka marrë te Haaretzi, në fakt, është një artikull që parajmëron në një, jo kjo, ajo që ishte më përpara, regjia, se kjo ishte e para. Ja kjo, paka shumë me ideja është Netanyahu shikohet si një pengesë e madhe e përpjekjeve të Trumpit për të avancuar planin Gaza. Si e shikon fatin e Netanyahu ndërkohë që është shtuar retorika brenda Izraelit për largimin e tij? Unë nuk fatin e Netanyahu nuk e shoh të ndarë nga kjo vendimarrje e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Të gjithë të veprimtarinë Netanyahu e mori pas ardhjes në pushtet të Donald Trumpit, pra deri para ardhjes në pushtet të Donald Trumpit, Netanyahu nuk kishte asnjë përkrahje nga presidenca amerikane, edhe Bidenit, edhe tyre tjerë që ishin, për të bërë genocid në Gaza, pra.
Atë e mori mbështetjen totalisht nga Donald Trumpi dhe nuk shoh një shkëputje nga vizioni Donald Trumpi në Gaza, pavarësisht heqja e largimi i Netanyahu nga pushteti do të sillte shkërmoqje të politikës izraelite për arsye se opozita që është atje normalisht që për të mbajtur pushtetin e saj duhet patjetër të bëjë marrëveshje me këto partitë ekstremiste të cilat ka Netanyahu në pushtet. Pra është e pamundur që çfarëdo lloj qeverisje në Izrael sot për sot të ekzistojë pa pjesëmarrjen e partive politike ekstremiste në Izrael, të cilat vazhdojnë të ndikojnë jo vetëm te Netanyahu, dhe Netanyahu është një ekstremist po i fshehur, dhe ja ka lënë barrën e ekstremizmit këtyre ekstremistëve të tjerë, pra këtyre terroristëve si Ben Gvirit edhe atij tjetrit, Smotrich. E njëjtën gjë do bëjnë edhe ata që vinë pas Netanyahut, pra nuk ka ndonjë ndryshim në rast se në Izrael heq Netanyahun apo se bie dikë tjetër. Mentaliteti i tyre, nëse i keni parë të gjithë edhe ata udhëheqësit e opozitës deri më sot, në këto 2 vite luftë në Gaza, kanë pasur biles, kanë nga ata cilët kanë pasur idera edhe më të avancuara në shkakun e genocidit se sa Netanyahu. Dritan, ndërkohë një vizitë e rëndësishme e Bin Selmanit, e princit kurorës Arabisë Saudite, dhe ja tek e kemi, i cili do të takoj presidentin Trump. Pikat kryesore janë sigurisht avionët. Trumpi e ritheksoi faktin që unë do t'ja shes avionët F-35 Arabisë Saudite, pavarësisht se implikimeve që ne diskutuam herën e fundit. Si e vlerësojmë këtë? E dyta është do të diskutohet edhe në lidhje me një, le të themi, marrëveshje bërthamore, sigurisht për energji civile midis Saudisë edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, plus marrëveshja apo le të themi akordet Abrahams, marrëveshjet akordet abrahamike, ku thuhet që pengesa më e madhe është kushti i Arabisë Saudite që për një shtet palestinez, për njohjen e një shteti, pra për zgjidhjen me 2 shtete, pak a shumë. Po ta fillojmë tek avionët Rafale. Herën tjetër thamë që nuk do ta lejoj, por F-35. Do kemi një gjë parasysh. Deklaratat e Trumpit kanë treguar deri më sot që e para nuk e ka idenë e veprimeve të tij dhe ndikimeve të fjalëve dhe të veprimeve të tij në gjeopolitikën ndërkombëtare. Nuk ka fare idenë asaj çfarë thotë dhe çfarë pasojash mund të kenë veprimet e tij në arenën ndërkombëtare. Pavarësisht deklarimeve të Trumpit dhe këmbguljes Trumpit për të shitur shitja e këtyre armatimeve, të cilat përbëjnë çështjet e sigurisë kombëtare, nuk varen nga presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, po varen nga Senati. Pra në çdo moment të caktuar, Senati nesër mund vendosi veton, siç vendosi veton për mosshitjen e F-35-s Turqisë dhe për mosdhënien e motorëve F-35 të Turqisë. Pra Turqisë, njëjtën gjë, nesër Komisioni i Mbrojtjes në Senat mund vendosi për mosdhënien e këtij. Pra presidenti mund ta japi, por Senati presidenti nuk e ka ekskluzivitet. Jo, nuk e ka ekskluzivitet. Presidenti se shitjet e mëdha të industrisë, pra duhet kalojnë nëpërmjet Senatit. Dhe kjo ekziston në çdo lloj vendi të botës, pra kur ti shet industri ushtarake jashtë, çdo lloj shitje duhet kalojnë nëpërmjet parlamenteve, senateve që ata kanë. E njëjta gjë ndodh në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra nuk është çudi që këtu Trumpi është duke lozur një lojë të madhe. Mendoj që për të mbarë në krah, pra për të bindur Arabinë Saudite që të pranojë akordet abrahamike, pra Trumpi thotë unë e shes, po s'kam çaj bëj Senatit. Dhe vitin që vjen janë zgjedhjet në Senat, ai humbet zgjedhjet në Senat dhe nuk e kontrollon dot më Senatin, që mos kontrolluar më Senatin, atëherë ai është i larë me Arabinë Saudite sepse nuk është më, pra unë e jap vendimin, por nuk kalon këtu. Ky është një skenar. Është vetëm skenar që ka, skenar tjetër nuk ka. Pse nuk ja shet, pse nëse do ja shiste Dritan? Si thash, në rast se do ja shiste F-35-at, atëherë në çdo moment që do shiteshin F-35-at, to F-35-at do të ishin subjekt i inxhinierisë që quhet reverse engineering nga ana e Kinës dhe nga ana e Rusisë. Për arsye se si e shpjegova edhe një herë tjetër te juve, radarët aktualisht të mbrojtjes kundërajrore që ka Arabia Saudite janë radar kinez. Pra në rast se në momentin që ky avion do të fluturonte, do të hynte në skematikën e radarit kinez dhe ky radar automatikisht pastaj do të merrte të gjitha të dhënat e këtij avioni dhe do ta kishte shumë të kollajt nesër Kina për të bërë reverse engineering dhe për të prodhuar të dhëna tjera, të radar tjerë që ky avion F-35 nesër të mos ishte më avion stealth. Pra
për Kinën ose për vetëm kjo, sepse kjo sepse bëhet lla përshitje botërore, pra në momentin që bëhet lla përshitje botërore dhe në momentin që ti e ke përcaktuar Kinën si armikun tënd kryesor. Pra, Shtetet Amerikës e kanë përcaktuar Kinën si armikun e tyre kryesor. Skenari është i qartë. Në momentin që ti e ke përcaktuar armikun tënd, dhe ti i jep armikut tënd teknologjinë tënde më të mirë dhe më të shtrenjtë që ti ke në fushën e aviacionit, pra ja jep që ai ta eksplorojë atë, ta marrë dhe në fund nesër të dalë pa vlerë, atëherë këtu ose Donald Trump është me të vërtetë një agent i Rusisë dhe i Kinës, ose Donald Trump është njëri i çmendur. Po thua që kjo është e pamundur ndodh për shkak të Kinës, po për shkak të asaj që Arabia Saudite nëpërmjet blerjes së këtyre avionëve sfidon, le të themi, bëhet e barabartë me Izraelin, ka pretendohet. Jo, unë nuk mendoj. Edhe nga shumë portale izraelite. Unë nuk mendoj që bëhet e barabartë me Izraelin në asnjë moment, pasi nuk ka çfarë të bëhet e barabartë me Izraelin. Izraeli dhe Arabia Saudite nuk kanë kufi së bashku, nuk mund të kenë. Ajo çfarë bëhet, pra çfarë është menduar që me dhënien e F-35-s, pavarësisht se përdoret Izraeli si mbulim, realiteti është që Arabia Saudite nuk e ka parë ndonjëherë Izraelin si problematik, po ka parë vetëm Iranin. Dhe dhënia e F-35-ve e bën këtë, do ta ngrej këtë në një nivel të barabartë nga ana ushtarake me Iranin dhe jo me Izraelin. Pra nuk është Izraeli problemi për arabët. Problemi për arabët ka qenë dhe mbetet Irani. Izraeli janë duke përdorur publikisht për të mashtruar komplet botën arabe që shikon neve skemi gjë me muslimanët, pavarësisht ata janë shiitë ose po kemi me izraelitët, ndërkohë që kjo nuk ka asnjë vlerë për çështjet e Izraelit, pasi Arabia Saudite dhe Izraeli nuk mund të përplasen dhe nuk kanë pse përplasen në asnjë momenti, për arsye se bashkëpunimi i tyre është tepër edhe më i madh se sa juve mendoni. Aktualisht firmat izraelite po janë duke punuar në Arabinë Saudite në projekte të mëdha dhe projekti më i madh aktualisht Arabia Saudite dhe vendet arabe nuk kanë problem me naftën, kanë problem me ujin. Pra ajo që për pjesën tjetër të botës është nafta, për ta është uji. E qartë. Dhe Arabia Saudite ka nisur një projekt Neom City. Neom. Po, dhe ky Neom City që cilin ka nisur kërkon ujë. Arabia Saudite nuk ka ujë. Qyteti Shtiz që është. Dhe nuk ka ujë. Dhe këtë ujë Arabia Saudite ka nisur ta prodhojë nga desalinizimi. Pra, merr ujin e detit, e shkriptozon dhe përdor këtë ujë. Por aktualisht vendi i vetëm në botë cili ka teknologji të përparuar për shkriptozimin e ujit të detit është vetëm Izraeli. Dhe firmat izraelite dhe inxhinierët izraelitë janë duke ndërtuar impiante desalinizimi aktualisht në Arabinë Saudite, pavarësisht se Arabia Saudite s'ka marrëdhënie me Izraelin, por inxhinierët e tyre vinë me pasaporta izraelite dhe nuk e vendosen të vuajnë kur hyjnë në pasaportën e tyre. Pra, bashkëpunimi ndërmjet Arabisë Saudite dhe Izraelit është në nivelet më të larta sot për sot, pavarësisht se mbahet e fshehur dhe përdoret retorika izraelite në mënyrë që të mashtrohet popullata arabe atje, që shikon ne skemi marrëdhënie me ta dhe nuk duam të kemi marrëdhënie me ta dhe po armatosemi për shkak të Izraelit. Nuk kanë asnjë problem me Izraelin. Po marrëveshja bërthamore driton. Marrëveshja bërthamore ka të bëjë për energji, për prodhimin e energjisë bërthamore, është një marrëveshje e cila mund të arrihet, nuk është problem, mund të arrihet. Si ajo me Turqinë? Po, si ajo me Turqinë mund të ndërtohen pra centrale të vogla, të cilat janë centrale permanente bërthamore, jo centrale të mëdha të përhershme, pra si ato centralet që është duke ndërtuar Rusia në Turqi ose diku tjetër. Këto janë centrale permanente që quhen të vogla. Shtetet e Amerikës mund ta ndihmojnë për ndërtimin për nevoja për energji elektrike, sepse normalisht ka nevojë edhe për energji elektrike. Kjo mund të arrihet, nuk është ndonjë diçka e jashtëzakonshme. Kjo teknologji e çon tek më pas pajisjen e Arabisë apo krijimin nga ana e Arabisë Saudite të një armë bërthamore të një bombë bërthamore? Jo, nuk çon për arsye se materiali bërthamor i cili përdoret për prodhimin e energjisë elektrike është një material bërthamor cilin e prodhojnë Rusia dhe Shtetet e Amerikës, dhe ato e bien atë materialin bërthamor, ajo është me ngarkesa të veçanta speciale me avion të posaçëm që bien materialin bërthamor që përdoret në ato centrifuga për të prodhuar energjinë elektrike. Dhe këtë nuk është material, nuk të bie kush, pra nuk i bien kush uranium, në rast se do t'i sillej uranium, atë do të ndërtohen centrifuga për pasurimin e këtij uraniumi për nevojë energjie. Pra në rast se ti merr uranium të pasur dhe krijon këto centrifugat për pasurimin e këtij uraniumi për nevojë energjie, atëherë ti po mund të prodhosh kapacitete uraniumi për të prodhuar një bombë. Por në momentin që nuk e këtë, pra të vjen direkt i material i gatshëm dhe hidhet në këtë centrale dhe prodhon energji elektrike, nuk ke çati bën as centrale, pra nuk ke çfarë ta përdorësh dhe nuk mund ta përdorësh dot. Thjesht është për prodhimin e energjisë dhe mbetet aty. Pra nuk